Ndërkaq do të flasim për zhvillimet sa i përket mbrojtjes, e nisëm me operacionin Defender Europe dhe folëm sa i përket samitit NATO-s për ta çuar në 5% mbrojtjen, 3.5% për sa i përket shpenzimeve për ushtrinë dhe 1.5% për infrastrukturën ndihmëse. Kam ish zëvendës komandantin e forcës detare, zotin Artur Meçollari, për të folur më gjerësisht për këtë, por edhe politika. Unë ju falenderoj që ju kam studio. Falenderit për ftesë. Zoti Meçollari, dua ta nis pak me Defender Europe 2025. Po bëhemi gati për luftë apo është thjesht një lloj stërvitje e zakonshme? Është një stërvitje rutinë, është seriali i tretë që zhvillohet nga 2021-shi. Kuptohet që stërvitja është planifikuar që nga viti 2019. Por gjithmonë këto lloj stërvitjesh, kjo stërvitje ka një objektiv që është përgatitjen për kërcënimet që mund vinë nga lindja. Pa ju referuar një aktori real, si që është Rusia, apo që në Ballkan është Serbia. Se mund na kërcënoj Serbia? Natyrisht, Serbia ka 10 vjet që armatoset, nuk armatoset për qef. Armatoset dhe pret ditën që Rusia të fitojë në Ukrainë. Dhe pastaj ajo natyrisht do të ketë ka motivim të mjaftueshëm dhe mbështetje të mjaftueshme ndërkombëtare për të kërcënuar ato vende, ato shtete të cilat ajo në fakt po tenton të t'i destabilizojë sot. Po pse ne themi jemi në NATO, Kosova mbrohet nga NATO? Natyrisht mbrohet nga NATO, por problemi qëndron që se kur i bie kambanave të luftës të gjithë thonë pse i bie kambanave të luftës. Jo, rënia e kambanave të luftës do të thotë që të përgatitesh, të rritësh buxhetin e mbrojtjes, sepse kjo gjë në fakt nuk bën gjë tjetër veç se shkur ajo kundërshtarin. Shiko, teoria që përgatitu për luftë që të garanton shpaqjen ka lidhje me rritjen e kapaciteteve për të shkurajuar kundërshtarin. Pikërisht për t'i thënë atij që mendohu më shumë se një herë përpara se të përdorësh armët. Në rast se ti nuk e bën këtë gjë, atëherë kundërshtari nuk mendohet shumë, si që ndodhi dhe në Ukrainë. Prandaj duhet të përgatitemi. Shiko, interesat e Rusisë dhe të Serbisë janë të lidhura me territorit e vendeve fqinje që ato kufizojnë. Si e tillë, ne shikojmë sot, po marrim rastin e Serbisë. Serbia nuk është në Defending Europe, nuk është as si vend pritës, as si pjesëmarrës me forca, por Serbia ka vite që destabilizon, tenton të destabilizoj, ose ka arritur në një rast të destabilizoj, si që vendet fqinje, për interesat e saja, që ka, që duke përdorur në këtë rast, komunitetin sërb, apo influencat e tjera që mund të vinë. Kjo do të thotë që deri më sot ajo përdori instrumentat të cilat nuk janë instrumentat të luftës, nuk janë instrumenta ushtarak, por përdori format hibride të përdorim. Por në rast të një situate, zhvillimit të një situate, ajo mund ta bëjë këtë gjë. Ne po i zgjerojmë për shembull kapacitetet e forëve të armatosur, ndryshuam ligjin tani, për shembull çështjet e pronave këto të tjera. Po i zgjerojmë kapacitetet apo nuk kemi? Gjithë Europa po rrit kapacitetet dhe ne po i zvoglojmë. Si po i zvoglojmë? Po, sepse pronat në plan e prapjes dhe vendosjes, që i referohet ligji, nuk janë thjesht prona, janë kapacitete operacionale. Që do të thotë? Që do të thotë janë kapacitete në kuptimin që është bërë një vlerësim dhe thuhet që kjo pronë i duhet forcës armatosur dhe jo i duhet sot, por i duhet në kuptimin strategjik, kohor. Dhe ky është një vendim i gjykatës kushtetuese që ka bërë interpretimin e pronën plan prapjes. Dhe thotë, janë administrim të forcave të armatosura, por kanë karakter strategjik. Që do të thotë, asnjë lloj biznesi tjetër nuk mund të interferojë në këtë lloj prone. Pra nuk mund të interferojë. Biles ligji e ka të shkruar që as pronari i likshëm nuk mund ta marrë pronën në planin e prapjes dhe vendosjes. E ka ligji për kthimin dhe kompensimin e pronave. Në një 6, që do të thotë kurse merr pronari i likshëm, nuk mund ta marrë një biznesmen. Për arsye turizmi, hoteli që qeveria i ka vënë në emrin strategjike, por në fakt se çfarë është strategjike e di gjykata kushtetuese. Nuk e di se në çdo ligj ne mund të quajmë strategji çdo gjë.
por se çfarë strategjike ka vendosur Gjykata Kushtetuese dhe pronat planin e prapjes kanë karakter strategjik. Dhe ligji thotë nuk u kthehet as pronarëve të ligjshëm. Atëherë si mund t'u jepet për investime institucioneve shtetërore, apo oligarkëve, apo personave të tretë, apo të përdoren për qëllime të dyfishta. Pra këtu kemi të bëjmë me një marifet të cilin po e bëjnë qeveria për të marrë këto prona, të cilat janë të lakmueshme se janë buzdetit. Këtu po bëjmë fjalë për prona të cilat janë për forca detare. Po bëjmë ka 10 vjet që qeveria po kërkon të marrë pronat e forcës detare. E nisi fillimisht me ndryshimin e këtij ligji në vitin 2014, ku ja hoqi presidentit të drejtën e firmosjes pronave në planin e prapjes dhe edhe kryeministrit. E ktheu Gjykata Kushtetuese. Presidentit. Në vitin 2016 bën një marifet administrativ për të hequr pronën nga plani i prapjes. Nuk doli, dot u prish plani. Në vitin 2020 bën VKM për të dhënë me qira pronat në planin e prapjes. Vajti në pak çështja, është në hetim. Kjo është tentativa e 4 që bën kjo qeveri vetëm për të marrë pronat e forcës detare. Bëhet fjalë për të gjitha bazat, nga Shëngjini deri në Sarandë. Pasha Liman, Porto Romano, Kepi i Palit, komande forcës detare, ku sot gjendet që në OD-ja. Pra, bëhet fjalë mbi 300 hektar, 300-400 hektar të forcës detare që do t'i nënshtrojnë pikërisht këtij ligji. Dhe ky ligj vjen në kundërshtim me vendimin e Gjykatës Kushtetuese. Po bravo, a nuk jemi në antar të NATO-s, nuk ka ndonjë ankesë që bëhet, nuk ka ndonjë diçka që paraqitet, apo mos ndoshta, nuk e di, nuk i përdor ushtria ato prona, domethënë. Jo, problemi është këtu, shiko. NATO është e shqetësuar. Po. Sepse sot ka nxjerrë ministri Vëngu një postim që ka qenë në ministerialin e NATO-s dhe thotë NATO na rekomandoi për infrastrukturën kritike. Po. Kush është infrastruktura kritike kombëtare? Porti i Durrësit. Po. Që qeveria e ktheu. Ku bë stërvitja sot? Po, ku bë stërvitja? Që qeveria e ktheu në një port jachtesh, por komandanti aktual i NATO-s ka thënë porti i Durrësit ka qasje strategjike për aleancën. Atëherë pyetja shtrohet. Pse e bëjnë këtë? Pse e bëjnë? Sepse, shikosi, e kanë kaluar vijin e kuqe. Duhet kuptosh. Në përgjithësi, në administrat bëhen dhe gabime, është normale, do më thënë që ka gabime që bëhen dhe pa dashje, bëhen dhe me dashje. Aset strategjik porti dhe ti e kthe në port jachtesh. E kanë jachtesh. kaluar, shiko këtu si është problemi. Kur flasim që korupcioni përbën kërcënim kombëtar, kemi ardhur në pikën që korupcioni përbën kërcënim kombëtar në Republikën e Shqipërisë. Si? Sepse po dëmton kapacitet e thot vendimi i gjykatës. Në rastin e bazës Sarandës thot, me thënë, shkelja e ligjit ka cënuar sigurinë kombëtare, ka cënuar marrëdhëniet me NATO-n, ka cënuar operacionalitetin dhe kapacitetet operacionale të forcës detare. E thot vendimi i gjykatës, nuk e them unë. Dhe jemi në momentin kur korupcioni sot përbën kërcënim për sigurinë kombëtare në Republikën e Shqipërisë. Po ministri thot, edhe kryeministri ndryshon ligjin, ministri thot që NATO na sugjeron që ne do investojmë 1.5% në infrastrukturën kritike. Dhe në çështjen e buxhetit gënjejnë. Thonë kemi 2.1, jo, reali nuk është 2.1, po ja u them unë, leta gjejnë, është 1.37%. 1.37. 1.37 buxheti real i investuar në forcën e armatosur. Po ja u them unë, është 1.37. Pse? Po pse e thonë 2.1? Sepse kaq është buxhetuar në fillim të vitit. Por në fakt buxheti i shpenzuar është 1.37. Sepse 50 milion euro si vjet me vitin që kaloi dhe një vitin përpara, janë kthyer mbrapa në Ministrinë e Financave si të pashpenzuara. 50 milion euro është gati 10% e buxhetit. E para, e dyta, 3-4 institucione në Ministrinë e Mbrojtjes që kanë një buxhet goxha të madh, siç është kjo emergjenca civile, apo spitali, apo rezervat e shtetit dhe një institucion tjetër, këto nuk janë brenda 2.1%, po nuk janë buxhetet të mbrojtjes. Pra duhet të zbriten nga 2.1. Pra zbresim këtë, zbresim dhe
këthimin e fondit që u këthyene, dhe bugjeti është 1,37%. 1,37. 1,37. Po mirë, nuk i din ato këto që... I di të gjitha. I di, po ja u them unë, i din të gjitha. Tani, kur ju takonit komandantët dhe homologët tuaj, kur ju takonit të ekspertët e NATO-s, ushtarakët tuaj, e dinin situatën? Kanë të dhëna për situatën? Shko, unë nuk pra, jam person i cili kam kontakte... Kur ke pasur? Pra, kanë kontakte reale për situatën? Naturisht, situata është në monitorim. Qa ndodhë për Shqipëria raporton, pavarësisht se çfarë thot ministri në publik, ai raporton shifra të tjera në NATO. Raporton shifra të tjera. Duke filluar nga bugjeti, nga kompletimi, që është problem që i fryn ligji për forcat e rezerviste, shumë mirë që u bë, por në 130 veta do aktivizohen këtë vit. Por ministri nuk deklaron se sa e ka kompletimin e forcës armatose. Unë nuk dua ta them, sepse nuk por e ka ta atil që është problematike. Tani të kjo çështja e pronave të ushtrisë, se duket sikur i lakmojnë shumë. Ka ndonjë çështje që është në prokurori apo në nënhetim? Janë gjithë pronat e forcës detare janë në prokurori në SPAK. SPAK-u ka 4 vjetë që jeton, i ka në hetim para prak, unë kam përgjigjen e fundit, thot po bëjmë hetimet thelluara. Se qa hetimet thelluara po bënë? E kuptoj. E kuptoj. Do më thënë, tash dhe SPAK-u duhet jetë i përgjishëm, duhet këtë përgjishmëri për para opinionit publik. Ato nuk janë pronat e babait tim. Unë e kam përfunduar detyrën time, kam bajtur qëndrim kur kam qenë detyrë, nuk i kam lejuar, kam bërë kallëzim penal basi dhe e kam baruar detyrën time, dhe më detyrën si një qytetar, kur shikoni një vepër penale. SPAK-u ka për detyrë të zbardhit të gjithë. Pse e zgjat kaq shumë hetimet? Sepse zgjatja i jep avantazh qeverisë që të nxjerrë një ligj të tillë, i jep shpresë atyre që janë në hetim që mund të shpëtojnë. Po ja them edhe SPAK-ut, as SPAK-u nuk i shpëton dot ata që janë në hetim. As SPAK-u nuk i shpëton dot. Nuk i shpëton dot. Kaq shkelje të rënda ka? Po të them, as SPAK-u nuk i shpëton dot. SPAK-u mund ta zvarisi sa të dojë. As SPAK-u nuk i shpëton dot. Ja, tani e bën me ligj, ndryshuan ligjin për shkak. Ka rëndësi. Vepra penale është kryer në një kohë tjetër, kur ligji nuk ishte miratuar. Ligji s'është miratuar akoma, se sot vajti në parlament. Por vepra penale është kryer në një kohë tjetër, kur ekzistonte një ligj tjetër. Kështu që, po ja them, edhe SPAK-u nuk i shpëton dot. SPAK-u bën atë që zvarit, i vonon, me shpresën se do të mbyllet, nuk mbyllet. SPAK-u ka vetëm një mundësi të mbyllit çështjen. Ka vetëm një mundësi. Një mundësi. Në qoftë se unë nuk jam gjallë. E kuptoj. Tani do të ndalem pak tek bisedimet me Greqinë. Që një vizitë e kryediplomatit Hasani, ishte me homologun Gera Petritis, u fol për çështjen e detit, u fol për disa çështje dypalçe, të lëm pas të shkuarën, thanë të dy homologët, dhe si duket mund të jemi duke u bërë gati për të shkuar në BE, po i mbyllim të gjitha këto problemet dypalçe që kemi me fqinjet. Si e shet takimin? Atë që u lexuam të gjithë, pati disa, për shumë një gjë që mua më ra në sy, që ky ishte kontakti i parë zyrtar i qeverisë shqiptare me qeverinë greke, dhe nuk pati një urim për fitoren e 11 majit. Bje parë që më ra në sy. E dyta, si në takim me ministrin dhe me presidentin. E dyta, të lëm të kaluarën, të lëm të ajrim brapa të kaluarën, unë e di shumë mirë dhe të gjithë ata që e njojnë çështjen greke, ose që njojnë marrëdhënien me Greqinë, e di shumë mirë që janë disa gjëra që grekët nuk i harojnë. Ose nuk i kalojnë në fletën tjetër. Një nga ato është çështja e detit. Okej. Po thamë do e çojmë në Hag. Jo, kjo është këtë radhë nuk u bën, në deklaratë zyrtare nuk u bë publike. Nuk është, por është janë rënë dakord. Por në një intervistë të dhënë nga ministri, i cili foli për një kornizë të re, për dakordsi për të vajtur në Hag, por foli që do jetë brenda të drejtës ndërkombëtare, kështu është në 2009, që është brenda drejtës ndërkombëtare, është brenda interesave kombëtare. Foli në të përgjithshme, por e gjithë deklarata e ministrit tek themerimi kishte një shprehje, që thoshte
siç është dakorsuar më parë. Dhe kjo është kyçi Çfarë do të thotë? që do të thotë, siç është dakorsuar më parë, është dakorsia e datës 20 tetor 2020 midis kryeministrit Rama dhe kryeministrit dhe Dendiasit. Të dy në kapacitetet e ministrat të jashtëm bën një dakorsi politike në Tiranë që do ta çojmë çështjen në Hag. Qartë. Por vajtja e çështjes në Hag nuk është çështje dakorsisë politike. Politikisht, kryeministri, presidenti e tjerë kanë të drejtë ta çojnë çështjen në Hag, nuk i ndalon njeri. Por ka disa pengesa ligjore. Është akoma në fuqi dekreti presidentit për marrëveshje dypalshe. Që do të thotë? Që do të thotë, kursi i veprimit për zgjidhjen e çështjes me Greqinë me detin, për detin, nuk është Haga sipas dekretit presidentit, po është marrëveshje dypalshe. Pra është në fuqi akoma. Ndërkohë ne kemi një marrëveshje politike për të vajtur në Hag. E para, e dyta, është në fuqi një grup negociator akoma. Pavarësisht se shumica e tyre janë hedhur, janë hequr nga detyrat, janë larguar nga shërbimi, kanë dhënë dorëheqjen, mund të kenë ngelur një ose dy nga grupi i 2018-s. Dhe në këtë mënyrë pyetja shtrohet, cila është, dhe kemi dhe një problem tjetër. Marrëveshja e 20 tetorit e vitit 2020 bën negociatat e vitit 2018 i bën nul, sepse thot do të vemi për gjithë çështjen në Hag, duke i bën nul çfarë është dakorsuar në 2018-ën. Por në 2018-ën çfarë është dakorsuar e para është bërë me autorizim të presidentit, është bërë në kushtet e mirëbesimit dhe janë detyruese edhe për palën greke. Pra dakorsitë e 2018 janë detyruese. Nuk është opsion ti marrë në konsiderat apo jo. Kjo pas ka shumë drithije, le të themi. A mendoni se kryeministri Rama konsultohet me ekspertët sa i përket kur thotë do kemi një zgjidhje politike, do kem takim me kryeministrin homologun grek, bisedova e tjere tjere. Mendoni se konsultohet me ekspertët? Para ata kanë marrë një ekspertizë gruan e Tony Blair. I dhanë 3 milion euro dhe ajo u tha mos ikni në Hag. Okej. Se do humbisni 40 km2 dhe vini drejt bazë. Vjet patëm një konferencë për detari në Durrës, ishim 4 vetë, 4 ekspertë, ishte profesor Zagajnori, Osman Metalla, Agrona Ribali dhe unë, dhe bile s'ka qenë MCN-ja që ka dhënë si lajm dhe deklaratat e të 4 në lidhje me këtë çështje dhe të gjithë kemi rënë dakord ose kemi këshilluar qeverinë, kuptohet nëpërmjet medias, që mos të vejnë në Hag sipas marrëveshjes dakorsisë politike vitin 2020. Shqipëria u mbet. Por asnjëri nuk është thirrur nga qeveria apo nga ministri i jashtëm, nga Ministria e Jashtme për konsultime. Asnjëri nga ata që u mblodhën që tham. Pra nuk ka marrë askënd as ministri as kryeministri. Sot i vetmi ekspert më i mirë që i ka ngelur Ministrisë së Jashtme është Ferit Hoxha, që ka qenë kryetari i grupit negociator të vitit 2009. Ai ka ngelur ekspertin më i mirë dhe atë ka konsulentin më të mirë Ministria e Jashtme. Kështu që siç e kupton, por nuk është ky problemi. Problemi është që kryeministri në marrëveshjen politike të vitit 2020 ka përcaktuar dhe vendimin që do marri grupi negociator që do të ngrihet. E qartë. Pra, kryeministrit nuk i duen më këshilltar. I duen këshilltar që t'i japin mendimin që ka ai vetë. Jo t'i japin mendimin e tyre. Si e tillë ai do të zgjedhë pikërisht cilët janë profilet e tyre. Këshilltar që t'jep mendimin që ke vetë, janë vetëm ata të cilët janë të kapur, që kanë shitur në pronë të forcës detare, që kanë firmosur, që kanë bërë një tender të dyshim, pra njerëz të cilët... Pra këshilltarët duhet ta dinë se çfarë do kryeministri. Natyrisht që duhet ta dinë. Dhe e din shumë mirë. E kuptoj. E kupton, e din shumë mirë dhe prandaj, por unë kam përshtypjen që nga ajo që u krijuar, me thënë, mjedisi në Athinë, nga sa kuptova ishte i tillë që Ministria e Jashtme po kërkon në emër të kryeministrit një mbështetje politike të shpejtë dhe Greqia kërkon një zgjidhje të shpejtë të çështjes së negocimit për vajtjen në Hag. Dhe nuk është çudi që shumë shpejt
presidenti të firmosi autorizimin për vajtjen e aktë. Por, unë i paralajmëroj të gjithë, është në shkelje të ligjit dhe është në shkelje të interesave kombëtare të Shqipërisë. Ubethirje mos të hyrë në një situatë kushtetuese apo penale si në vitin 2009. Pra thua është më mirë të shkohet marrëveshja dypalqe? Natyrisht, marrëveshja dypalqe është më e mira, por këtu nuk bëhet fjalë se kryeministri do një dokument në fund, nuk i intereson zgjidhja. Do një dokument që pala greke tjetë e kënaqur që e ka një marrëveshje. Se si do jetë ajo nuk ka shumë interes. Pse? Sepse se si do ishte një marrëveshje detare e mirë, ai ka rezultatet e negocimit aq sa u arrit në vitin 2018. Dhe mund ta vazhdonte atë. Dhe mund ta vazhdoj. Por jo, i duhet një zgjidhje për interesat e tij politike. Dhe kjo do të cënojë integritetin territorial të Shqipërisë. Na pengon mos patja e një marrëveshje të tillë në rrugtimin drejt BE-s? Jo. Nuk na pengon. Nuk na pengon, sepse natyrisht ka një klauzol që lidhet, që thotë vendet përpara se të hyjnë në BE duhet të kenë nuk duhet të kenë konflikte kufitare, por këtu nuk bëhet fjalë për çështje detare, bëhet fjalë për çështje toksore. Dhe lidhur me çështje toksore, ne kemi problem me Greqinë, por problemi nuk jemi ne, është Greqia e cila nuk ka ratifikuar protokollin e Firences të vitit 1926. Pra nuk jemi ne fajtor, ne kemi ratifikuar, kemi vendosur kufit, pra të gjitha problemet që lidhen me kufirin midis Shqipërisë dhe Greqisë, është faj Greqisë që lidhet pikërisht me njohjen e kufirit dhe me ligjin e luftës janë çështje të Greqisë. Po, për ta përmbyllur me këtë pyetje faktikisht, mendon se ka vullnet politik për ta përmbyllur nga të dyja palët, pavarësisht tensioneve që ndonjëherë shkaktojmë? Ka vullnet për ta përmbyllur? Për ti përmbyllur disa prej problemeve? Shikoj që çështja nuk, më thënë, unë shikoj problematikën më të madhe, çështja e detit, se po marrim çështjen e detit, e shikoj shumë. Zakonisht nxitimi është nëna e gabimeve. E qartë. Dhe shikoj një nxitim aktual të qeverisë dhe të ministrit jashtëm për ta përmbyllur sa më shpejt marrëveshjen e detit. Pala jonë, jo pala greke. Nën presionin e palës greke. Pra grekët bëjnë presion. Grekët bëjnë presion. E qartë. Ki parasysh që grekët kanë kryer dhe veprime të tjera më pashme, siç është hyrja, kanë bërë dhe provokime të tjera, që i kanë bërë presion qeverisë. Po e mbani mend hyrja e anijeve të cilat bën kërkim në ujërat territoriale të Shqipërisë. Në vitin 2023 ishte presion dhe kryeministri brenda një muaji ndryshoi qëndrim në lidhje me marrëveshjen detare. Ose para 2 muajsh dërguan në Bruksel hartat e kufive detar të Greqisë, ku është kufiri i vitit 2009. Pra është një provokim që Shqipëria akoma nuk e ka ankimuar. Këtë qoftë edhe një Twitter të vogël. Pra, po ta shikosh me vëmendje, ka një presion të shtuar nga Greqia, kuptohet sot ai ka mekanizmat për të bërë presionin, sepse është e para një e zgjedhjeve, e dyta është mekanizmi i BE-s, kanë në dorë mekanizmat e BE-s, dhe si e tillë është duke bërë presion maksimal për të arritur një marrëveshje sa më të shpejtë sipas dakordësisë së 20 tetorit 2020 që cënon interesat e Shqipërisë. E kuptoj. Zoti Meçollari, si gjithnjë kënaqësi që kisha në studio. Faleminderit për ftesë.